Mos. I kam komplimentuar këta banore, më ka pëlqyer ky Big Brother deri tani për faktin se asnjëri prej atyre nuk është viktimizuar dhe për këtë deri tani në këto momente meriton një duar trokitje pa pame. Bravo. Mirë po, ç'a ndodh? Mbrëm ma prishën qefin. Mbrëm kemi rastin e parë të viktimizimit në shtëpi. Puro viktimizim. Shiheni pak. Nuk ma përmen mu familje njëri. Po jo, më selin tim familje. Që të marrë një të mame. Si fillim njerë të shpjegojmë që është viktimizimi. Viktimizimi është kur ti merr një gjë të vogël ose që s'ekziston fare, e zmadhon për ta përdorur si armë kundër atij që ta ka thënë, që të pëlqej publiku, pastaj thona sa gjinafja bën me të padrejtë kësaj apo atij. Por në fakt Rogerti nuk i tha asnjë gjë Selinës. E para më vjen shumë keq që viktimizimi i parë në këtë shtëpi vjen nga Selin, nga kjo vajzë që hiqet e fortë, që i thot Malit mos u viktimizo dhe u viktimizua vet. Nuk i tha asgjë, i tha ti e mund tha po ti isha unë vllai jot. E përdorim ne në shqip. E përdorim ti isha unë vllai jot, ti isha unë nëna jote, ti isha unë babai jot, ti isha unë mësuesi jot, ti isha unë trajneri jot, zot kisha lënë. Pra ne i përdorim këto gjëra dhe nuk ka asnjë gjë, nuk ka lidhje me familjen kjo. E para, Selin e di shumë mirë. E dyta i thot Jueles që gjithmonë njëjti muhabet. Po kur ta kanë përmendur ty familjen? Pse gënjen atje brenda? Asnjëherë, përkundrazi, familja jote është futur brenda vet në Big Brother, duke dërguar letër etj, duke thënë largohu nga ky, largohu nga ai. Pra nuk është e vërtet në atë të qarë. Sigurisht ajo mund të qaj për shumë gjëra tjera, por nuk po qan pikërisht për këtë arsye apo për këtë fjalë që i tha Rogerti. Një kjo. E dyta, me hyrjen e Rogertit në shtëpi, ai ka filluar, sigurisht ka hyrë me shpatë në dorë, djali, gjë që është film i parë dhe në Big Brother atjer, por ka hyrë në mënyrën e vet. Po i ngacmon, po i bën pyetje, ata edhe nuk përgjigjen, mirë po sa më shumë tentojnë ata ta injorojnë, aq më shumë dalin bllop sepse i shikojnë nëpër skuta apo nëpër cepa shtëpie që flasin për Rogertin, ore ç'është ky që ka hyrë, ore si ma bëri këtë, si më tha konkubin, etj. Dhe e shikojnë që kanë një mangësi të tmerrshme kulture, fjalori që nuk din fjalët që ai përdor. Ky është një problem dhe Rogerti, nëse do di ta shfrytëzoj këtë, ata do t'i çorientoj, thjesht me fjalët që mund të përdor. Megjithatë isha duke fol për viktimizimin, erdhi viktimizimi i parë.